Qendra për hapje dhe dialog kot, çeli në mjediset e sallës së ekspozitave pranë bibliotekës Thimi Mitko në Korçë, ekspozitën shëtitëse Remains of Paranoia, nga autori dhe fotografi gjerman Alfred Diebold, i cili sjell për publikun fragmente historike nga periudha e paranojës komuniste në Shqipëri. Bëhet fjalë për fotografi të avionëve luftarak, nëndetëse, tanke, bunker, tunele dhe instalime ushtarake të dokumentuara nga Diebold, që janë rezultati një periudhe historike me kontekste të caktuara, jo vetëm politike, por edhe social-kulturore. Zonat e Pashalimanit, Porto Palermos, Gjadrit, Pocestës, Kuçovës, Qafthanës dhe ishulli i Sazanit, të cilat kanë qenë dhe janë rreptësisht të ndaluara dhe të rrezikshme për publikun, prezantojnë një dimension material të rëndësisë thelbësore të objekteve, mjediseve natyrore dhe atyre të krijuara nga vetë njeriu. Është shumë kënaqësi ta kemi edhe në Korçë këtë gjë, duke ditur që në rrethinat e Korçës ndodhen të tilla zona ushtarake, le të themi, që në kohën e komunizmit kanë qenë një butafori mjaftueshme e madhe, duke ditur faktin që ata prisnin një sulm apo mbroheshin, le të themi, nga armiku në thonjza në atë kohë. Është Qafthana dhe Pocesta, fotografi mjaft interesante, shkëputura nga një këndvështrim tashmë pak më ndryshe. Ekspozita Remains of Paranoia do të qëndrojë hapur për publikun deri më 26 prill.